Olta flet me fjalë të mëdha për Elionen dhe jo pa arsye. Në një moshë kaq të re, vetëm 18 vjeç, Elionen ka arritur të tregojë diçka që shumë të rritura nuk e kanë: sjellje shembullore, zgjuarsi të madhe dhe një qetësi që të habit. Nuk është e zakonshme të shohësh një vajzë kaq të re që di të flas me mas, të dëgjoj më shumë se sa të flas dhe të reagoj gjithmonë me mendje të ftohtë, edhe kur provokohet. Olta e ka vënë re këtë dhe e ka thënë hapur. Ajo e sheh te Elionen një vajzë të kompletuar, jo vetëm të bukur nga jashtë, por edhe të bukur në mendje dhe në karakter. Inteligjenca e Eliones nuk është e sforcuar, nuk është arrogante, por e natyrshme. Ajo nuk përpiqet të dominojë, por prap del në pa. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse të gjitha gocat e Big Brother Kosova e kanë inat, le ta themi troç, nuk është xhelozi pa shkak. Elionen është e bukur, inteligjente dhe e edukuar. Ajo nuk ka nevojë për zhurmë, për drama të ulta apo për intriga të lodhshme që të vihet re. Prezenca e saj mjafton. Dhe kur një vajzë 18 vjeçare arrin të bëjë këtë mes një shtëpie plot me ego, tension dhe lojra të pista, normalisht që bëhet shënjestër e inatit. Shumë prej vajzave aty brenda e ndjejnë veten të kërcënuara, sepse Elionen i ka të gjitha: rinin, bukurinë, zgjuarsinë dhe mbi të gjitha klasin. Ajo nuk bie në nivelin e askujt, nuk ul veten për të fituar vëmendje dhe nuk shkel askënd për të ecur përpara. Kjo i djeg më shumë se çdo debat. Big Brother Kosova është një lojë karakteresh dhe Elionen po tregon se karakteri nuk matet me moshë. Ajo sillet me respekt, flet me mend dhe edhe kur hesht, heshtja e saj ka peshë. Olta, si një grua me eksperiencë, e njeh këtë lloj force dhe prandaj flet me superlativa për të. Sepse një grua e fortë e dallon menjëherë një tjetër grua të fortë, pavarësisht moshës. Inati i të tjerave nuk e zbeh Elionen, përkundrazi, e nxjerr edhe më shumë në pa. Sa më shumë përpiqen ta minimizojnë, aq më shumë tregojnë pasiguritë e tyre. Elionen nuk ka ne.